Duke qenë se situata e tërmeteve shkaktoi disa pikpyetje, çfarë ndodhi me banorët të cilët ishin në ato pallate, jetonin në ato pallate dhe kishin certifikata pronësie respektive për apartamentet e tyre, dhe çfarë ndodhi mbas procesit kur u konstatuar që ky pallat nuk është më i jetueshëm? Rastin e kur ndodhi tërmeti i nëntorit 2019, u bë një vlerësim i disa godinave, nëse ishin të banueshme apo të pabanueshme. Edhe u vlerësuan dhe shkallat e dëmtimit përkatëse. Në rastet kur u vendos prishje detyrueshme e pallateve, sepse ishin dëmtime të tilla, pra të shumë të mëdha dhe të pa leverdishme për të riparuar, atëherë prishjet e detyrueshme solli dhe humbjen e gjitha drejtave të pronësisë së gjithë personave që kishin pronësi këto apartamente. Dhe ata thjesht nuk kishin më asnjë të drejtë lidhur as me truallin përkatës ku ndodhej pallati. Dhe ishte vështirë t'ia shpjegoje që ato çfarë ke bler dikur me privatizim ka qenë vetëm ndërtesa dhe jo trualli. Trualli duhet ishte një zë kadastral më vete i shkruar në certifikatën e pronësisë dhe shumë pak e kanë një gjë të tillë. Gjithë ato persona që humbën pronën për shkak të dëmtimit nga tërmeti, humbën praktikisht të gjitha drejtat e pronësisë sepse nuk kishin pronësi mbi truallin. Sigurisht bashkia pastaj bëri disa përpjekje për të akomoduar, po themi, ata që ishin të pastre dhe gjeti disa zgjidhje.